Përshëndetje, unë jam Bruno Gjini, nxënës i klasës së 5 dhe studioj në shkollën Haxhilat Tasuç. Sot është dita botërore e librit, 23 prilli. Ne duhet të lexojmë sa më shumë libra dhe të mos harxojmë kohën kot me internet. Lexo libra, pasuro dijen tënde. Libri është miku ynë më i ngushtë. Një botë pa libra është një trup pa shpirt. Faleminderit.